Ka një problem në këtë që thoni ju, që do të thotë, në qoftë se ti merresh me procedurën, duhet të respektosh edhe personalisht të gjitha elementët që të çojnë te procedura. Patjetër. Çfarë? E para, vërtet e vendos këtë personazh të lartë, e ndalon të ushtrojë funksionet, por ti nuk e pse të bësh të dukshme përgjimet, sepse është respekt për institucionet, respekt edhe për individin. Po rrugë e individit, e privatësisë individit. E privatësisë. Në qoftë se ti ke çështje, ti e di shumë mirë, unë e di se kam jetuar edhe një kriminal që ka bërë vrasje, përgjimet private nuk i nxirren. Nuk i nxirren se megjithëse është kriminal, ruhet, domethënë, ajo me sa po kuptoj zoti Demaliej, kam përshtypjen se ky lloj modaliteti i është dhënë nga të huajt si model njerëzve të spagut. Pse? Duke ditur antropologjinë e popullit tonë, që është popull që flet shumë. Një popull i cili në kohën e komunizmit ka dënuar njerëz me opinion publik, duke thirrë tradhtarë litar me turma. E ka gjetur si element efikas për t'i paraprirë çështjeve të tilla. Këtu i gjej përgjigjen, është një përgjigje që gjej në arsyetim logjik, jo në arsyetim faktik, sepse nuk e dim se çfarë po ndodh. Dhe unë mendoj se jemi një popull që i kënaqemi më shumë me çlirimin e mbledhjeve dhe urrëties se sa punojmë dhe ndërtojmë dhe do të kënaqemi me ndërtimin e shtetit të drejtës. Qartë. Dhe zoti Rama u kap një element i cili për hir të vërtetës është një element që e mbron. Sensin e ruajtjes së ekuilibrave në shtet. Domethënë ekzekutivi nuk mund ta prekësh. Sepse pezullon për këtë. Por, nga ana tjetër, një individ i cili ka probleme të tilla, është e pamundur ta frenosh në mënyra të tjera, dhe këtu zoti Rama me vizionin e tij, me përvojën, se tani nuk mund të thuash për zotin Rama që s'ka përvojë, duhet ta kishe parapar komo përpara që një individ të tillë mos t'i linte këtë portofol kaq të lartë, sepse është nga portofolet më të mëdha të ekzekutivit të vendit. Megjithatë, ai ka bërë betejën e ekzekutivit, institucionit të vet, dhe ky shërben edhe njerëzve të Partisë Demokratike nëse do vinë në pushtet. Se do të ishte një precedent i keq apo jo, Ben? Do ishte precedent i keq. Po ta përvonte gjykata kështu, do kthej normë dhe pastaj çdo hetues mund shkarkon te një ministër apo kryeministër. Patjetër.